Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, përshëndetjet i dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi i forti, i plot fuqishmi. Nëse ulet besimtari të meditoj në këtë ajet Kur'anit, të meditoj për shembull vetëm tek buka që ne hajmë, do të shikoj që Zoti i gjithësisë vetëm me bukën pra ushqen sa e sa njerëz, duke filluar qysh tek ai i cili shet grurin, duke dal pastaj tek fabrika, duke dal tek furxhiu, tek derisa përfundon pra buka tek ne. Disa njerëz përfitojnë prej saj. Disa njerëz i ka bërë Zoti i gjithësisë bukën shkak që të përfitojnë dhe të ushqehen prej saj. E Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër të Kur'anit thot: ne e kemi ndarë mes tyre pra mjetet e jetesës. E do të shikosh që Zoti i gjithësisë për disa njerëz e ka caktuar që risku i tij të jetë në thellësinë e detit. Peshkatarët shkon pra, nuk e kanë tokë, shkon atje e ka riskun, atje e ka caktuar Zoti i gjithësisë. Për disa të tjerë, Zoti i gjithësisë e ka caktuar riskun e tij që të jetë në ajër. Piloti, atë ka mjet me cilin ushqehet. Për disa të tjerë, Zoti i gjithësisë e ka caktuar që riskun e tij ta fitojë në thellësinë e tokës, njeriu i cili punon minier. E gjithë këta përpiqen. Dhe Zoti i gjithësisë kërkon prej robërve të tij që ta kërkojnë riskun. E puna është nder, nuk ka ngrënë njeri, thot profeti alayhi salam, diçka më të mirë se sa ajo që fitohet pra me dorën e tij, me djersën e tij. Po të shikosh njerëzit më të zgjedhur të njerëzimit, profetët e Zotit, do t'i shikosh që çdo njëri prej tyre e kishte një zanat. Fillon me Nuhun, wasna'il fulk, ndërtoje anijen. Pra kishte një zanat. Tregti, e kishte zanat. Marangoz, e kishte zanat. Kalo ke profet tjetër, Idrisi, ishte roba shepës. Kalo tek profet tjetër, Musa alayhi salam, punoi bari. Kalo tek Daudi alayhi salam, punonte me hekur, fraktar. Kalo tek Zekaria alayhi salam, marangoz. Kalo tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili, siç e përshkruan Aisha, thot profeti alayhi salam shepte edhe rroba në shtëpi. Dhe ndihmonte, pra ishte në ndihmën e familjarëve të tyre, e të tij. Ashtu pra siç çdo njeri mund të punojë në shtëpinë e tij. E profeti sallallahu alaihi wasallam kur i përshkruan pejgambert, thot nuk ka pejgamber vetëm se ka rujt delet. I than, po ti i dërguar i Zotit? Edhe unë, tha, në Mekke, e kujtoj atë kohën e Mekkes, tha kam punuar, tha, tek Mekasit, pra kam rujt baktit, delet e tyre. Puna është nder, puna është krenari për njeriu. Njëherë ishte profeti sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, ndërkohë aty para tyre kalon një njeri pra që ishte i zellshëm në punë. Than, sikur këtë forcë, këtë mund, ky njeri ta përdorte, than, në luftë në rrugë të Zotit. Profeti alayhi salam tha, nëse ky, tha, ka fëmijë të vegjël dhe ka dalë pra për t'i ushqyer ata, ky është në rrugt të Allahut. E nëse ky, tha, ka disa të moshuar, pra ka prindrit e tij të moshuar dhe ka dalë për t'i ushqyer ata, tha, ky është në rrugt të Allahut. E nëse ky, tha, ka dalë që të mbroj veten e tij, ato sheh veten, mbrojnë veten e tij, tha, ky është përsëri, tha, në rrugt të Allahut. E nëse ky ka dalë, tha, për të krenaru, për të mburr, atëherë, tha, ky është në rrugën e shejtanit. Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse lexojmë fundin e surës Muzammil, përmend, thot,
alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ai e di thot se ka prej jush që do të jenë sëmur. Ka prej jush që do të dalin tokë të kërkojnë mirësitë e Allahut, pra të kërkojnë riskun. Dhe ka prej jush thot që do të dalin luftë në rrugë të Zotit. Kur vjen Qurtubi për të shpjeguar këtë ajet Kuranit, thot Zoti i gjithësisë ka barazu midis këtyre treve. Pra dikush që është smur, dikush që ka dalë me kërku riskun, me punu, edhe dikush që ka dalë thot luftë në rrugë të Zotit. Pra Zoti i gjithësisë në Kur'an i jep rëndësi të madhe punës. Dhe normal, profeti alayhis salam pra qorton për lypjen. Dhe nxit nga ana tjetër për të punu, për ta kërkuar riskun halal. Dhe madje përmend për atë i cili lyp, pra njeriu i cili nuk ka as nevojë, as gjë, dhe lyp se do të dalë, siç kuptohet për hadith, do të dalë me shenjë, me gjurmë pranë fytyrë. Zoti na ruaj ditën e gjykimit. E profeti alayhis salam i vlerësonte ata të cilët pra mundoheshin ta kërkonin, si thon, riskun halal. Për shembull, një herë e fton profetin alayhis salam një rroba shepës. Shkon profeti alayhis salam i përgjigjet thirrjes tij. Vlerësim për të, nderim për të. Një herë e fton profetin alayhis salam për ushqim një kasap. Shkon profeti alayhis salam i përgjigjet dhe atij. Nderim dhe vlerësim për të. Në momentet kur po ndërtonte profeti alayhis salam xhamin e tij në Medinë, i nxiste shokët e tij që t'ia jepnin pra ato tullat ose me çfarë po e ndërtonin, t'ia jepnin, ishte njëri prej Jemeni. Ai ishte i aftë ndërtim dhe e lavdronte profeti alayhis salam këtë njerëz. Kjo tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam i nxiste shokët e tij dhe po të shohësh, shokët e profetit alayhis salam kishin zanate të ndryshme. Dhe kjo nuk i pengonte, madje këto mjete ata i përdornin për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar botën tjetër. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Pra, dhe kërkoje me ato çfarë ka dhënë Allahu i lartësuar botën tjetër, por mos e harro, thot Zoti i gjithësisë, pjesën tënde në dynja. Dhe besimtari, pra duhet t'i kushtoj rëndësi riskut halal. Çfarë do lloj pune, me rëndësi është të jetë halal dhe të kërkoj me këtë kënaqësinë e Zotit gjithësisë, pa i neglizhuar urdhëresat e Allahut lartësuar. Allahu ju shpërblet me të mira.